e vjetër nga Psalmi 130. Psalmi 130. Besimi në falje dhe në ndërhyrjen e Zotit. Nga vende të thella unë të këllthas ty, o Zot. O Zot, dëgjo klithmën time, veshët e tu dëgjofshin me vëmendje zërin e lutjeve të mia. Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot? Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë prej tejet. Unë pres Zotin, shpirti im e pret, unë kam shpresë në fjalën e tij. Shpirti im pret Zotin më tepër se rojet mëngjesin, po më tepër se rojet mëngjesin. O Izrael, mbaj shpresa tek Zoti, sepse pranë tij ka dëmshuri dhe shpërtim të plot. Ai do ta çlirojë Izraelin nga të gjitha paudhësitë e tij. Amen. Të dashur vëllezër dhe motra, ora e Zotit është e përcaktuar. Tani kërkesa është që unë të pres Zotin. E them përsëri, ora e Zotit është e përcaktuar. Perëndia e ka përcaktuar orën e vizitës, orën e shërimit, orën e faljes, orën e rrëmbimit, dhe ora e tij është e përcaktuar nga ai. Dhe falenderojmë Perëndin. Por ne, sepse është Perëndia dhe jemi dhe ne, është Ati qellor dhe jemi dhe ne, është Jezu Krishti Zoti jon dhe jemi dhe ne. Ne tani duhet të marrim një pozicion deri në atë orë që është e përcaktuar prej Perëndis, të cilën e kënaq Perëndin, sepse pozicioni që mund të marr derisa Zoti të ndërhyjë ose të jap zgjidhjen ose përgjigjen, sido që të jetë të përgjigjet dhe të veprojë sipas mënyrës që ai dëshiron dhe bën, unë do të marr pozicionin që duhet, jo pozicionin që s'është e pëlqyeshme tek Zoti, të vazhdoj të grindem, ta vej me Perëndin dhe me vëllezërit, ta vej me lloj-lloj mënyre kundër asaj që don Zoti, por pozicioni që don Zoti është pritja jo e orës të Zotit, këtu dua të qëndrojmë pak më tepër, por të presim Zotin, fytyrën e tij. Shumë herë themi, Zot më jep durim, më jep durim, më jep mundësinë që të pres aq sa duhet, dhe ne e dim se ora e Zotit është ndryshe nga ora jonë. Ne kemi orën toksore dhe mendimet tona, logjika jonë, vullneti jonë shpesh herë kthehet sillet rreth asaj orës toksore, por Perëndia është jashtë orës toksore. Le që vepron edhe me orën toksore, se ai e krijoi, ai për vete është jashtë kësaj ore. Ora e tij është ndryshe nga e jona. Dhe ne shpeshherë nuk e dim orën që do të veprojë Zoti. Disa herë na e thot, na informon, kurse të tjera herë ose në më të shumtat nuk na thot. Dhe ftohemi ne që të zëm një pozicion të pritjes, të durimit, sikur se tham, por sekreti nuk është Zot më jep durim që të pres deri në orën tënde, të pres. Nuk presim orën e tij, por presim Zotin, vëllezër dhe motra, vetë Perëndin, sepse ai është që orën e durimit, orën që pres të veproj Perëndia, orën që qëndroj, që kaloj në këtë jetë, është Zoti ai që do të më japë forcë, që do të më përforcoj, që do të më vej mbi problemet, mbi dallkët.
Dhe atëherë do të mund të thuash Aleluja, Zoti im dhe Perëndia im, dhe do të mundesh të ecësh mbi dallkët, ashtu sikur se eci Pietri kur kishte shikimin sikur kemi thënë tek Zoti. Të dashur vëllezër dhe motra, për këtë njeri, për këtë person erdhëm të folim dhe këtë person të takojmë sot. Jezu Krishtin Zotin tim. Ora e Zotit është e përcaktuar, e beson. O Zot, na ndihmo që ta kthejmë shikimin tonë tek Ti dhe të presim Ty, o Zot, në jetën tonë. Psalmisti këtu, në këto pak paragrafe, këto 8 paragrafe, hap zemrën e tij, vëllezër dhe motra, dhe vazhdon dhe thot një rrethim ose një dëshmi nga vendet e thella të këllthita Ty, o Zot. E përjetoi këtë, mbase e ka përjetuar dhe herë të tjera në jetën e tij frymërore, por na përshkruan shumë bukur këtu fjala e Perëndis. Dhe ku drejtohet lutja? Drejtohet tek Ty, o Zot. Ty të këllthas. Ky njeri diçka pret që të veprojë Perëndia në jetën e tij, që të bëjë diçka Perëndia në jetën e tij, sikur se do të shohim më poshtë. Por vazhdon duke kuptuar se lutjen e tij e drejton tek Zoti dhe mundësisht këllthita thot, por edhe jo vetëm që këllthita, por nga thellësitë e shpirtit tim, nga thellësia e zemrës time, dhe mirë bëri dhe i thirri Zotit. Këllthitja jon, vëllezër dhe motra, tek Perëndia dëgjohet, e dëgjon Perëndia. Shumë herë është një këllthitje me forcë edhe nga goja jon dhe dëgjohet në një lutje, në dhomën tonë të lutjes akoma. Është mirë të këllthasim tek Perëndia, pa na prishur punë kush do të na dëgjoj. Por ka edhe klithma të tjera që dalin nga shpirti jon dhe mbase nuk dalin nga goja jon, por shpirti në atë moment therret dhe gëlthet drejt krijuesit të Tij. Ty të këllthas, o Zot. Kur drejtojmë pra lutjen tonë, drejtojmë tek Zoti jon. O Zot, dëgjoje klithmën time. Veshët e Tu dëgjofshin me vëmendje zërin e lutjeve të mia. Në rast se Ti, o Zot, shef ndonjë paudhësi në mua, sepse e din psalmisti se Ti, o Zot, i din të gjitha janë të dukshme tek Ti. Ku mund të fshehem prej Tejet? Thot dikun tjetër, ku të fshehem nga fytyra jote, thot Davidi, të shkoj në thellësitë e detit dhe të fshehem, të shkoj në malet e larta të fshehem, ku mund të fshehem prej Tejet? Askund nuk mund t'i fshehemi Zotit, por edhe nuk duam të fshehemi nga Zoti jon, sepse tek të krishterët dhe tek të pastrit të gjitha janë të pastra. Në botë fsheheshim. Në botë që fsheheshim nga njerëzit dhe mendonim sikur fsheheshim edhe nga Perëndia me ato që bënim. Dhe të gjitha sa bënim ishin turp, ishin mëkate, dhe kur fsheheshim nga njerëzit, mendonim se nuk na shef askush, por na shifte krijuesi jon. Dhe kur erdhi ajo orë e bekuar, i quam të gjitha ato përpara Zotit, i quam dhe i shfaqem. Le që Zoti i dinte, por ne shkuam dhe ja quam dhe i tham, ja Zot, gabimet e mia, mëkatet e mia, ja turpet që bërm, këto jemi njerëz. Dhe Zoti çfarë bëri? Të fali biri im, të fali bija ime, vazhdo, përparo. Nëse shef pa udhësi, o Zot, kush mund të qëndroj përpara Tejet? A mundet vallë njeriu i Perëndis t'i afrohet Perëndis plot me paudhësi, ma është njeri i Perëndis, është biri i Perëndis? Na thot fjala e Perëndis dhe na informon se mëkatet e tuaja, i thot popullit të Izraelit Perëndia, kanë vënë ndarje midis meje dhe jush. Dhe kjo ndarje është sepse kështu është drejtësia e Perëndis, për arsye se Perëndia nuk e don mëkatin, e don mëkatarin, dhe don që mëkatari të kthehet, por mëkatin nuk e don. Për këtë arsye ftohemi, t'i afrohemi Perëndis, ta presim Zotin,
kur t'i afrohemi mëshirës dhe hirit të tij, të parën gjë të pastrohemi, të shejtërohemi, të heqim mbi veten tonë dhe nga zemra jonë atë që nuk i pëlqen Zotit. Zot, kam diçka që nuk të pëlqen, e di se e shef, ma thot fjala jote. Nëse shef pa udhësi, kush mund të qëndrojë përpara tejet? Por ti ke falje, o Zot, aleluja, ti ke falje, përse? Sepse do të kemi atë frikën e shenjtë në zemrën e popullit të Perëndis, frika e Zotit, I vetmi që mund të falë mëkatet është Zoti. Për këtë arsye edhe ne falenderojmë Zotin sepse na e shfaqi fjala e tij, na e tregoi Zoti jon Jezu Krisht. Më fal o Zot nga mëkatet e mia. Dhe gjithmonë kështu i afrohemi Perëndis dhe kështu vazhdojmë t'i afrohemi Perëndis kur të hymë në praninë e tij. Dhe thot tani dhe hap më tepër zemrën e tij psalmistit tek paragrafi 5. Unë pres Zotin, thot. Gjendet në një gjendje ankthi dhe pret që të bëhet diçka në jetën e tij, diçka të ndryshojë, të veprojë Perëndia. Prita Zotin, pres Zotin dhe mundësisht e thot për të dytën herë duke shtuar dhe thot se shpirti im të pret. E shton këtë, shpirti im të pret dhe kam shpresë në fjalën tënde o Zot. Ja baza. I afrohet Zotit, I këllthet Zotit, thërret Zotin që t'i falet të gjitha mëkatet e tij. Dhe thot fjalë tek Zoti, ashtu sikur se thot shpresova në fjalën tënde. Kush është fjala e Zotit? Fjala e Zotit është se unë s'kam për të lënë dhe s'kam për të braktisur deri në fund të jetës tuaj. Aleluja. Ju kujtohet premtimi që ju dha dishepujve të Zoti, u dha në fund, vëllezër dhe motra, pak përpara se të rrëmbehet. Dhe për ne ekziston ky premtim deri më sot, se nuk kam për të lënë, nuk kam për të braktisur të gjitha ditët e jetës tuaj, të gjitha. Mos do të më braktisi Zoti për pak, s'ka për të braktisur, thot Zoti. Dhe sa të jemi ne me Zotin, Zoti do të jetë me ne. Akoma edhe në qoftë se zemra mashtrohet si të djalit plank prishës dhe ikën nga Zoti, ati çfarë bën? Pret kthimin, të kthehet zemra, të kthehet shpirti. Ndërsa ky shpirt është I butë dhe pranë Zotit derdhet si një ujë përpara Zotit. Shpresova në fjalën tënde. Shpirti im pret Zotin më tepër pra se sa presin rojet mëngjesin. Dhe thot për të dytën herë përsëri, po ato rojet pra që presin të dalë drita. Pra është një natë, është errësirë jashtë dhe themi për pak orë dhe do të dalë drita. Kështu nuk themi dhe jemi të sigurt se do të dalë drita. Nuk kemi ndonjë dyshim për këtë. Dhe mundësisht shohim edhe me shkencën sot e shohim fiks orën që del dielli. Dhe jemi të sigurt se në mëngjes do të dalë drita. Kështu nuk është. Por njeriu I Perëndis që I afrohet Perëndis dhe I ka dhënë atë hir të veçantë, do të shohim se si, sepse nuk është super I shenjtë, njerëz jemi me të njëjtat gjëra besojmë të gjithë. Ai njeri thotë se shpresova tek ti o Zot, më tepër se sa ato rojet pra që presin mëngjesin. Pra është e sigurt se ti do të vish. Jam I sigurt se ti do të veprosh. Është e sigurt nga fryma e shenjtë do të thonim se ti do të veprosh o Zot. Aleluja. Zoti ju thot, qëndroni në Jeruzalem derisa të merrni forcë nga lart. Dhe dishepujt, Zot, tani në këtë kohë pra do të vesh mbretërinë tënde mbi tokë, mendja tyre shkon dikun tjetër, në kohrat, në kohen, si kur tham pak përpara, tani do të veprosh o Zot, apo pas një viti, apo pas 5 vjetësh, apo pas 10 vjetësh, apo pas brezit ton, tani do të veprosh, dhe pritën që të vepronte, për këtë arsye thonin, tani do të veprosh o Zot. Dhe Perëndia don ta heq shikimin e dishepujve nga ora e asaj pritjejet, me atë kuptimin që mos e pritni atë orë,
mos pritni dhuratat e mia, mos pritni të ndërhyjun, por me pritni mua, fytyrën time. Qëndroni në Jeruzalem dhe do të merrni çfarë? Do të merrni forcë nga lart. Keni nevojë për frymën e shenjtë, keni nevojë për forcën time që të vinë në ju të banoj në mënyrë të lavdishme, në mënyrë që pritja juaj për atë orë të jetë një lavdërim, një falenderim, një bekim, të falenderoj o Zot se ti do ta bësh, të falenderoj se ti do të veprosh o Zot, të falenderit se premtimet e tua janë të vërteta dhe besnike dhe nuk je gënjeshtar si ne njerëzit o Zot. Këtë nuk mund ta thot njeriu, por vetëm njeriu nëpërmjet frymës të shenjtë. Për këtë arsye kemi nevojë për këtë forcë dhe për këtë ndryshim të lutjes tonë, Zot të pres ty. Jo vetëm që të marrësh përsi për kërkesat e mia të përgjigjesh, ku nuk janë pak, shumë janë, por duam pranin tënde o Zot. Duam të rrojmë për ty o Zot, të të shijojmë ty, fytyrën tënde çdo ditë, çdo moment sa të jetë e mundur të na kesh në pranin tënde o Zot. Le të shpresoj Izraeli tek Zoti, sepse tek Zoti pranë ti ka dëmshuri dhe shpëtimi i tij është i plotë, Këto janë karakteristikat e Perëndisë. Lere djallën si të thotë, se Perëndia është i egër, nuk të duan vëllezërit, mos e dëgjo, shporru prej meje të thuaj o Satan, se Zoti më informon fjala Perëndisë, se tek Zoti ka dëmshuri, ka dashuri dhe ka çlirim të madh prej tij. Kush është çlirimtari yt? Krishti jon. Kush është çlirimtari dhe shpëtimtari jon? Vetëm Krishti jon. Ai do ta çliroj Izraelin nga të gjitha paudhësitë e tij. Davidi, nëse nuk bëj gabim, e ka shkruar, thot në një psalm tjetër, thot shpirti jon pret Zotin. Ai është ndihmësi jon dhe mburoja jon. Ndihmës dhe mbrojtësi, sepse në atë do të gjej gëzim zemra jon, sepse në emrin e tij të shenjtë shpresuam. Shikoni, edhe ai pret diçka nga Perëndia, por kthen shikimin e tij, lutjen e tij, kërkimin e tij drejt fytyrës të Zotit, jo drejt ndërhyrjes që do të bëjë Zoti. Zoti të na ndihmojë ta kuptojmë. Jo të ndërhyjë Perëndia ku do të ndërhyjë dhe lutemi për këtë, por të kërkojmë fytyrën e Zotit dhe thot, në Zotin do të gënaqet shpirti im, përpara se të veprojë Perëndia, përpara se të veprojë Perëndia. Ky është sekreti. Për këtë arsye shohim njerëz të shenjtë në shkrimin, shembuj për rreth e qark nesh, të kthehemi dhe të shohim njerëz të bekuar që kanë vite akoma, 10 vite kërkesa, luten dhe qëndrojnë duke lavdëruar Zotin. Le të bëhen shembull ato për ne, vëllezër dhe motra. Le të shohim lavdërimin, falenderimin e tyre, ma akoma nuk është bërë kërkesa e tyre. Unë kam një kërkesë këtu dhe kam ulur kokën time dhe pres. Aleluja, le ta ngrejmë krye tonë. Le të shijojmë Krishtin, ato që ka të na jap nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe cilat janë ato? Është prania e tij, mbusha me frymë të shenjtë. Është zbutja e zemrës tonë, lutja jonë. Këto janë dhuratat të Perëndisë, fryti i frymës të shenjtë. Ato të kërkojmë, vëllezër dhe motra. Këto të presim në lutje dhe të gjitha të tjera. Çfarë thot fjala e Perëndisë? Do të na japë si shtesë. Ma është e mundur që ju, njerëz dinak, të jepni dhënie të mira bijeve tuaj, dhe unë që jam i mirë, thot Perëndia, të mund të jap gjëra të këqija derisa ju më kërkoni të mira? Bëhet kjo? Dhe thot tek Isaia në kapitullin e 40, se ka të bëjë me temën tonë, kapitullin e 40, paragrafi 28, tek Isaia, thot fjala e Perëndisë, nuk e di ti vallë, nuk e ke dëgjuar, se Perëndia i përjetësisë, Zoti krijuesi i kufive të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet, zgjuarësia e tij është e panjohshme. Ai i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit. E dëgjon, i jep forcë të lodhurve
dhe rrit fuqin e të këputurvet. Të rinjt mundohen dhe lodhen. Të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen. Por ata që shpresojnë te Zoti, fitojnë forca të reja. Ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Nuk e dije këtë? Nuk e ke provoj këtë në jetën tënde? Nuk e dëgjove kaq herë? Nuk e lexove në fjalën e Perëndis se Perëndia i përjetshëm nuk lodhet dhe nuk mpaket? Shohim se si ne mundohemi, lodhemi, shohim se si mpakemi ne dhe mendojmë se dhe Perëndia është një lloj. Jo, nuk është kështu Perëndia. Perëndia nuk mpaket, nuk lodhet dhe nuk paksohet edhe mençuria e tij. Nga një herë duam të shohim se si bën Zoti këto. Ku ta kërkojmë Zotin ne me logjikën tonë që ta kontrollojmë atë se sa i thellë është? Ku mundemi ne? U jep forcë të lodhurvet. Nëse je i lodhur sot, i lumur je, se Perëndia do të t'jap forcë. Dhe nëse je i dobët sot, mësoje se Zoti ka për të dhënë forcë, e thot fjala e Perëndis. Por kur? Sepse edhe akoma të rinjt, përse u thot të rinjvet? Sepse të rinjt, për shkak të moshës që kanë forcë fizike, mund të vrapojnë, mund të shkojnë këndej, të bëjnë gjëra shumë, të flenë pak orë, unë po fleta pak orë, nuk mundem nuk duroj, kurse të rinjt nuk kanë problem për këtë. Kur isha i ri, më kujtohet, kisha të tjera forca. Për këtë arsye përdor të rinjt tani Zoti, thot, të rinjt akoma edhe të zgjedhurit mundësisht thot, do të mundohen, do të lodhen dhe mundësisht të zgjedhurit e rinj do të pengohen dhe do të rrëzohen mundësisht. Pra me çdo mënyrë do të ketë dobësi. Por kjo të mos të bëj që të humbësh shpresën. Të mos të bëj që të humbësh shpresën tek Perëndia. Por ato që presin Zotin, fytyrën e tij të shenjtë, vëllezër dhe motra, Jezu Krishtin Zotin ton, pranin e tij, sikur se tham, ato do të përtërin forcat e tyre. Si do t'i përtërin? Automatikisht. Bota thot si pas magjis, kurse ne themi si pas frymës të shenjtë, aleluja. Si pas frymës të shenjtë do të bëhet kjo. Do të ngrihen kush? Të dobtit dhe të mpakurit janë këto. Do të ngrihen me krah si të shqiponjavet. Jo si pulat, apo akoma dhe si dalëndyshet që arrin deri në një farë vendet, por i krahason me shqiponjat që të shkojnë në thellësi të qiellit. Kështu dhe Perëndia do të na çojë në thellësitë e Perëndis. Dhe do t'i ripërtërin forcat e tyre me krahet e tyre. Do të vrapojnë pa u lodhur. Dhe do të ecin dhe përsëri pa u lodhur. Dhe kush janë këto? Janë ato që presin Zotin. Uroj që Perëndia të na bëjë të gjithëvet nga ato që presin fytyrën e tij të shenjtë. Amen.